Prandaj lus organet kompetente që le të ndërmarrin diçka. Duke treguar shenjë se biznesi është vënë me shpinë për përmuri. Ne do të vazhdojmë të shohim hapat e radhës derisa të arrijmë një dialog për të tejkaluar këtë pjesë. Tranzicionit se nuk kemi kundër liberalizimit të tregut. Ne duam treg lirë. Por koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. Ne do të kemi pasoja jashtëzakonisht mëdha që as vetë nuk dini kalkulu, nuk mund të thonë se sa mund me na dal ose me na ngritur rryma tani për tani. Nuk e di. Ne do të vazhdojmë me protesta të tjera në rast se organet kompetente nuk ndërmarrin diçka, atëherë ne gjithsesi do të vazhdojmë me protesta deri në bllokimin total të rrugëve dhe do të mbyllim të gjitha se s'kemi mundësi me vazhdu më aty. Do problemi. Ne nuk jemi kundër tregut lirë dhe jemi për të bërë tregu i lirë, por tani për tani është një monopol, sepse kemi vetëm një kompani që quhet Kec apo Ket, edhe vetëm ajo na oferton rrymën. Prandaj ne nuk s'kemi tjetër rrugë. Nëse thojmë tregu i hapur, atë tregu i hapur duhet me konë me pasë edhe kompani tjera konkurruese. Prandaj ne jemi këtu kompani, po themi nga Argjila, Blloka janë 8 fabrika në Kosovë, ose 10, nuk e di sa. A keni kërku takim me Zorrajn ose me dikon prej ministrisë? Kemi taku ota ekonomike, që i falenderojmë shumë për fasuesit ekonomike, i kanë shtrirë të gjitha mundësi, dialogjet që kemi pas deri me ta. Prandaj lus organet kompetente që le të ndërmarrin diçka, se për ndryshe neve do të na çojnë në një kollaps ose mbylljen e të gjitha bizneset. Kjo është dita e parë e një shenje të protestës së biznesit për vendimin që ka ardhur nga zëreja, kemi krahasimin e rregullit i cili është një pak kohë pas Kjo është dita e parë e këtij manifestimi, jo duke bllokuar, duke treguar shenjë se biznesi është vënë me shpinë për përmuri dhe nuk ka rrugdalje tjetër përveç se për ta treguar në mënyrën e këtë protest se ky vendim do ta shkatërrojë biznesin. Prandaj kemi kaq shumë biznesi në të gjitha hyrjet e Prishtinës, se kjo është vetëm dita e parë. Ne po shpresojmë se do të kemi një dialog me qeverinë. Kjo është dita e parë e protestës, është simbolike. Ne do të vazhdojmë të shohim hapat e radhës derisa të arrijmë një dialog për të tejkaluar këtë pjesë. Ne jemi duke u munduar të ta shpëtojmë ekonominë e Kosovës dhe po shpresojmë që edhe qeveria do ta ketë synimin e njëjtë për ta shpëtuar ekonominë e Kosovës dhe jo për ta rënuar. Prej që keni paralajmëruar protestën, a ju ka thirrë ose Zoreja ose ministria ose qeveria për me bisedu? Jo, që nga paralajmërimi i protestës nuk ka pas takime, ne kemi pasur takime të vazhdueshme me distanca të ndryshme, kemi shprehur qëndrimet tona, kemi dhënë alternativa të ndryshme, mirë, por nuk kemi pasur në një grup bashkëpunuese. Ne nuk po përshtatesoj vetëm për biznese, po përshtatesoj për 143.000 punëtorë që punojnë në këto biznese. Këto biznese e kanë 60% të ekonomisë Kosovës. Zemra e Kosovës po preket, është ajo që po preket është prodhuesi me këto vendime shumë të shpejta. E përmendi pak më parë dhe Iliri në këtë takimet nga dita e parë që është bërë njoftimi, na i kemi ngritë zërin tonë dhe kemi thënë që është një njoftim shumë i vëndshëm. Nuk mundemi me dalë në tregun e kështu, por e jeni bashkarisht ta kalojmë këtë fazë tranzicionit se nuk jemi kundër liberalizimit të tregut. Ne duam treg lirë, po duam treg lirë ku 19 kompani të cilat janë të licencuara, 19 kompani janë gatshme me na ofertu me çmim dhe jo një kompani dhe në fund realisht në ditët e fundit do të detyrohen forma të ndryshme kompanitë me arsyetuar që po ofertojnë po në fakt ofertë zyrtare dhe reale. Kemi vetëm ka një kompani, është kompania Kesko, e cilës kompani ju është dashur 2 muaj ditë për me përgatitur një ofertë për neve. Ndërkohë, përderisa ne po flasim këtu, oda ekonomike e Kosovës që do duhet të qëndronte pranë bizneseve për të përballur me realitetin e ri, sot po tenton të bllokojë rrugët magjistrale me një kërkesë të vetme, shtyrjen e zbatimit të liberalizimit të tregut.
për të mbrojtur 1% të ndërmarrjeve më të fuqishme në kurriz të 99% dhe të familjeve anën banë Kosovës, ata po duan që të bëjnë barrikada në hyrjet e Prishtinës. Por koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. I kemi hequr ato kudo ku kanë qenë dhe jemi zotuar që nuk do të lejojmë më të reja të vendosur.